Përshëndetje, sot së bashku me mbi 100 njerëz të tjerë do provojmë grafiti për herë të parë, te shtëpia e Enver Hoxhës. Jo fiks te shtëpia e Enver Hoxhës, te rruga ngjitur me shtëpinë. Meqense interesi për grafiti është rritur kaq shumë, sot vendosa pse jo të marr një telajo dhe njerëzit të provojnë grafiti aty. Unë do bëj 2 piktura të tjera, një për kompaninë One edhe një do bëj portretin tim në mënyrë grafiti hip hop karakter. Kështu që mos humbim kohë, fillojmë nga videoja. What follows is a brief construction montage. Tani për pak arrin te festa, jemi shumë afër, kanë ardhur dhe 3 telajo të tjera që do t'i pikturojmë sot, një do jetë për njerëzit, të tjerat do t'i bëj unë. Okej, pra ja ku janë dhe telajot e tjera. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, si e. Kjo pra është skena me tonin mollën. Do bëjmë grafiti dhe opa. Tutto tipo. Fiksi. E shumë. Kujema. Ja, dushim njerëz aty. Pretty njerëz. Kështu pra, sapo sistemuam telajot, tani është koha të shkojmë të marrim ngjyrat, por që aty jemi në shtëpinë tonë. Pres të bashkohen edhe të rinj të tjerë që nuk i njoh, por që le të bëjmë grafiti së bashku, është dita e verës. Come on, le të bëjmë diçka të bukur. Tani jemi te stage-i, s'ka filluar akoma festa me Positive Cuts. Prej shumë kohësh në tregun shqiptar, kam kënaqësinë që ta kem shoh koleg në këto momente, kështu që çka kemi për t'ju thënë. Street party sot do jetë dëm energjike, ju presim sot si çdo 14 mars. Shife pra, shife gjithë rruga. Jam për të bërë këto 3 telajët. Një do bëhet nga njerëzit, 2 do bëhen nga unë. Mos harroni maskën. I made it look cool, so I don't... You want to be part of the vlog? Part of your vlog. Okay, thank you. I love this. Now I'm with a very famous DJ. Oh. I have an opportunity with her to make graffiti, so yeah, we're trying graffiti right now. Oh my okay, gosh. Let's go. All First, right, let's go. it's your The color. closest thing, let's go pink. Okay, let's go pink. Let's go pink. Okay. So first thing, we shake them well. Okay. Yeah. Like this? Yeah. Anyway? Wait. Now we're ready to go. Okay. Oh my God. So, woo! Love Tirana. Okay, nice. It's your first time in Tirana, right? Yes. Crazy. Dhe gjithashtu me Rejan, se harruan të prezantojmë Rejan, një nga femrat të temi më të famshme. Vajzat, po, vajzat. Hi. Tani do lozësh sot? Jo, sot jam vizitor, kështu që. Thank you for you. Okay, vizitori i parë sapo erdhi dhe na rastisi që ishte DJ më kryesor i ditës së sotme. Ajo e la shenjën e saj. Tunde mirë. Bravo. Sa ta afro që ti nxjerr vizat mirë. Merr këtë kokën. Sa lart tani. Tani ja pra vizitori 2 duke bërë grafiti. Li zhurmën tënde. Shkoj me një karakter. Ky është artist i vërtet. Nuk u provon kot. E zet. Respekte. Qa? Këti qa është kjo, po? Një. Okej, tani jemi me 2 vajza shumë të bukura nga kompania One dhe do lejnë ato gjurmën e tyre. Kështu që goca zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar, keni varietet ngjyrash pafund. Okej? Tani gjëja e parë duhet tundur çika, jo, se është e re. I ka bërë. Bravo. Tani tash i lëri emrin tënd ose shkruaj një mesazh çfarë duash ti. Për të thonë pis po s'ka gjë. Shef, goca kur të bëni grafiti mos bëni thonjë. Prisha unë këtë apo vesh? Jo, nuk e prish. Wow. Supozohet të jetë një zje. Supozohet jetë. Pse çka më ndjen që kjo është më e mirë në art. Ja ta shohim. Oh, shife më Oh, grafiti artist e lindur. Sara dhe Wendy. Tani do vejmë këtë kordelin, qa është kjo? Qika, kështu. Shef, ka ndru moda. Më përpara vendosnin verore në dorë, tani vendosin verore. Vete një qiti. Të shifni vetën. Okej, tani është koha të vazhdojmë me pikturën tonë se s'kemi shumë kohë. Okej, tani jemi me personin e tretë që dëshiron të provoj grafiti për herë të parë. Vetëm femra shpirin interes sot, më shumë se meshkut. Ti e pasur vetëm femra në fakt. Të çuditshme, si ka mos. Ose femrat janë më të dashura. Femrat më të dashura. Edhe Femra ka zbutur potën. Ka zbutur potën, e vërtetë është. Zgjidh ngjyrën tënde të preferuar. Çfarë do bësh atë? Do bëj diçka. Cila ngjyra jote? Jeshile është ngjyra ime, po. Do po dëgjoj, do marr edhe një tjetër. Me 3 ngjyra, ka evoluar se përpara zgjidhin një ngjyrë, tani kanë 3 Po ngjyra. do bëj diçka. Nëse kam, po mi kjo i mungon koka. Po të ja vendosë. Gjaj pas kanë mësuar që duan dhe koka.
Edhe goca është veshur me grafiti, me stik grafiti. Po. Ja, mami cool, bravo mami. Ja dhe unë. Edhe ti. Që i kemi pra këtu me hip hop crew. Qa do për ti? E gjeta komunitetin. Normal. Po. Okej, le s'ka gjë. Dashuri do shkruaj, e di unë. Dashura, okej. Ky pra është mesazhi që sot me dashuroni. Shuro. Medito. Merrni me meditim. Meditim pa. Super mirë, çekemi tamam grup. Meditim është ilaç shtëpi. Që mirë ato rritet japoneze, kineze, gjitha i bëjnë edhe janë ato Kundalini, yoga. Shive, mesazhe powerful, mesazhe më powerful se kaq nuk do gjeni më sot. Edhe mesazhet i bën. Po pra i bën mesazhet. Pastaj kam unë. Tunde mirë? Ku ta shtyp? Ju jeni fëmijët e parë në fakt që po bëni grafiti sot, se na kanë ardhur vetëm të rritur, por që zakonisht pëlqejet më shumë nga fëmijët si art. Dorë një largësi. Mos. Kuçaj Goku. Kur e shtyp pak e bën vizën më të hollë. E mësove. Po ti more. Ja për artisti vogël. Pikturoj një gjethe për ditën e verës. Faleminderit, gëzuar. Një përshëndetje. Okej, përfunduam dhe pjesën e skicës, tani do vazhdojmë me ngjyrat. Kështu që duket mirë, kam bërë karakterin tim grafiti art. Deri tani kjo është goca më e vogël që po provoj grafiti. Ka bën goca. Ajo është e pahapur, ajo. Okej, rada jo, ti e madhe, ti mu ta shtypësh. Po, kash. Po. Jemi këtu me çunat. Mirë, mund të shkruani emrin tuaj këtu, domethënë. Aty e zemra. Do ta shkap. Gjëja numër 1, Sprite i mbahet kështu. Sprite i mbahet kështu. E dyta më e rëndësishmja është që dorën duhet ta mbani afër gjithmonë. Apo i pyetje? Prava tjetrit. Prava tjetrit fundit. Ta bëni që unë se kam Pra na erdhi dhe bashkëvuajtja e polisit. E keni parë të videoja 30 orë pa gjumë, nëse se keni parë të videon, shkoni shikojni, e keni aty gjithë mos të shikoj, s'nuk kam shumë mirë, s'po t'javim. Kishte shumë të rinj, kalamoj, mama të ndryshme, gjyshe që kanë provuar grafiti, kush nuk ka provuar grafiti sot? Ore, po them, s'ka ngel njeri. Kishte bëm edhe i TikTok. Okej, tani jemi me dy goca që do provojnë grafiti, besoj hera parë. Eris. Era zbuloj dhe emrin e saj, kështu që shkruani në Instagram Iris. Ne jemi me dy goca super simpatike për provojnë grafiti për herë të parë. Ka dy viza. Duke soja e pamshme. Kjo është soja e parë që bën çdo fëmijë. Kemi dhe artistin e vogël, shikojeni bluzën, Artist of the Day. Më po hapa pak bukë nisi po vdes. Provash. Goca që këto. I think I had enough. For this money got me out of Kjo mja fola. Niggas be mad as fuck, cause they know I got a bag. Mbaroj pra një duke për grafiti. Edhe me Dave Fenomeni se nuk e përshëndetëm, edhe Divin e kemi bashkë vuajtës. Sa arti bëra. Super. Gëzuar. Hamo, dhe provosh dhe ti. Na erdhi një komunitet i tërë tani, na erdhi high skate. Por që son kartë nga shifur, por vetëm marrësh. Kemi edhe pjesën tjetër, bravo. Kemi dhe gocën më të famshme në TikTok. Nuk e di ai njifi, besoj se po me shumë mundësi keni parë fytyrën e saj. Po gjithë sekreti mbrapa saj është mami saj që është menaxhere e rrjeteve sociale. Dina. Po. Okej. Pra më mblodhe komuniteti high skate. Jemi
përshëndetje për Bëni gjithë. subscribe, Bëni shpejtë dhe like. Ja pra, shikoni patinat. Erdhëm edhe një herë, të bëjmë edhe një gjë të vogël. Okej. Me Inën Erta edhe Florës. Jemi me Hildën, me youtuberën më të mirë në Shqipëri sot për sot. Por sot do provoj grafiti për herë të parë. Kemi këtë... Ha Hilda tani, si s'ke një ngjyrë të preferuar, come on. Okay. First thing, shake it well. Do ta fundi mirë. Woo! Oiris. Oiris sa bën Oiris. Na prishe vlog. Edhe me Irisin sa po në bashkua, ty nuk të janë podcast, e ndaluar. Së bën kjo? Nuk kam i di që Hilda do na vjedhi profesionin. Okej pra, e mbaruam dhe me Inën. Tani është radha e Ertës. Po me lek. Dhe shaka. Hajde Erta. Tani jemi me Danier Shkurtin. Danieri së bashku me grupin e tij është organizatori i gjithë kësaj gjë që shikoni. Unë personalisht dua ta falenderoj për thirrjen edhe për bashkëpunimin që kemi pasur. Jam i drejt parti, nuk ishte kaq i bukur pa Marion, pa projektet e bukura që bën, pa artin e bukur që bën. Vazhdojnë njerëzit ta mbushin të lajën plot me grafiti. Tani kemi Anxhin. Kemi edhe bashkëvojtës ata Radio dhe Sheni. Këta janë bashkëvojtës e klasës time. Nuk i patët e videoja 30 orë pa gjumë, se këta donin me fjetë gjumë. Jo, çuna do na ikin për Gjermani, kështu që do bëjmë një vlog në Gjermani me çunat shmendur i fare. Shikemi aty, ha? Në Gjermani. Okej, pra e përfunduam të dyja pikturat. Fëmijët vazhdojnë pikturojnë. Okej, në fund na ndodhi diçka e papritur. Siç e pat, unë e çova pikturën në backstage dhe ja dhurova këtë pikturë organizatorëve për zyrat e tyre të reja. Por dikush e mori, e volli atë pikturë dhe ajo nuk u gjet më. Kështu që nëse e shikoni atë pikturë në ndonjë lokal, shtëpi ose diçka, shkruani në Instagram Mario.dine, do bëjmë një video tjetër se si arritëm të gjejmë prap pikturë. Kështu që kjo ishte video. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Komentoni pjesën tuaj të preferuar dhe çfarë ideje doni që të bëjmë herës tjetër, në cilin qytet doni që të shkojmë. Mos harroni gjë e rëndësishme, kujdesuni për veten tuaj dhe shihemi videon e radhës.